edhe nuk jam munduar të mos qoj hollësira, duhet ta pranoj. Frika e madhe që mbaj larg, mos qoj hollësira, mos mëso asgjë. E dini si është si ajo kur je në avion edhe shikon atë stewardesën që fillon të tregon që çfarë të bësh në rast se avioni bie. Ti thua, por avioni, ç'to bëj unë me këto që më thot ajo, as do më kujtohet asgjë nga këto dhe nuk do shpëtoj. Dhe ti mundohesh as mos të dëgjosh të ulësh kokën dhe të mos mendosh për atë momentin e tmerrshëm. Kështu është edhe frika që ti ke nga kanceri. Më mirë të mos mendoj, thua se po erdhi, unë nuk e di a do shpëtoj dot. Shpëton. Po ta thon mjekët, shpëton, duhet vetëm të prekësh gjoksin tënd, ta kontrollosh, ta njohësh trupin tënd, dhe po flasim për kancerin e gjirit. Janë të tjera plot, të cilat gjithashtu zbulohen me analiza. Por po flasim për kancerin e gjirit, që mëso të kuptosh si funksionon trupi yt, mëso të bësh pyetjet e duhura, mëso të bësh kontrollin e duhur. Kjo është kryesorja parandalimi, dhe në Shqipëri është futur parandalimi, gratë po ndihmohen me mamografi, do të thënë gjërat që ndodhin dikur tani janë shumë më të lehta, sidomos në tetor, po s'ka gjë, e di pse në tetor gjitha, po s'ka gjë, edhe një herë në vit të shpëton jetën. Sidomos ka gra pas një histori që një herë në vit i shpëton jetën sigurisht. Ka gra që ju thuhet një herë në 6 muaj, ato e dinë dhe duhet shkojnë, por edhe gra që se kanë fare iden, kur ka shumë informacion, një herë në vit shkojnë edhe e bëjnë këtë gjë, qoftë edhe në tetor, edhe kjo e shpëton jetën. Mira, shpëtoi edhe sepse e kapi në kohë. Ose më saktë, sidomos sepse e kapi në kohë. Dhe pastaj shpëtoi sepse u fut në sistemin e duhur të shërimit. Ishte vetja e vet, kryesorja, pa ty që vendos të bëhesh me mjekun dhe jo me smundjen, është e vështirë ta përballosh, sepse janë 3 kur është një kancer. Është kanceri, është mjeku dhe është pacienti. Janë 2 kundër 1. Po u bëre me kancerin dhe u dorësove, mjeku nuk ja del tot. Po u bëre me mjekun, ju mund një kancerin dhe kjo është më e mundshme, siç ndodhi në rastin e Mirës, që gjeti mjek të duhur. Kur lexoj emrat e tyre mendoj që ka mjek të duhur në Shqipëri. Nuk janë bashk, sikundër ka shqiptar të duhur kudo, nuk janë bashk. Sistemi është shumë i rëndësishëm se njeriu. Sistemi është i rëndësishëm sepse nëse te onkologjiku nuk funksionon çdo gjë, është e pamundur. Dhe prandaj ajo e anashkaloi onkologjikun. Nuk e kam të qartë në fakt çfarë ndodhi. Ajo nuk e thot çfarë ndodhi, po e thot në mënyra të tjera. Kur tregon futjen te QSUT-ja, tregon atë kaosin e madh. Që është në fakt kaosi i sistemit, sepse QSUT-ja është e jashtëzakonshme. Fotografia që unë mbaj mend nga QSUT-ja me këtë që është tani, nuk ka lidhje. Po edhe komunikimi, vajzat dhe djemt e ri, për ashtu shërbimin e parkimit që është rëmujë e madhe dhe shërbimin e hyrjes të urgjenca që varet prej një policia private, të cilët duhen shkrirë. Më fale që përdor të fjalën, po unë po ta drejtoja atë institucion, do t'iqja në vend, sepse do arria të kuptoja që ata nuk din të sillen, ata janë të tmerrshëm. Nuk e di kush janë. Nuk e di, si mund ta zëvendësonin këtë gjë, pa është kryesorja, porta e hyrjes të ca njerëzve që nuk din të sillen, që janë llahtar. Dhe parafitëroni, ti je mirë dhe të përballesh me ta dhe të çmendesh, më ka ndodhur. Por parafitëroni ti je me kancer dhe të përballesh me ta. Apo të përballesh me një rrëmuj të madhe që shikon aty, sepse është rrëmuja e njerëzve të cilët kanë vetëm një derën e qendrës universitare, spitalore Nën Tereza. Ky është problemi, është vetëm një. Kështu që ata vinë gjithë aty. Dhe në këtë kaos të madh, ajo nuk ja del të mos ketë frikë, kështu që gjen një rrugë tjetër dhe kjo është rruga e privatit. Shkon në një klinikë private në Tiranë, shkon te një doktor privat, operohet aty dhe më pas në libër këtë bën. Ajo flet kaq me lakurqësi, kaq me vërtetësi, sikur është në një tavolin operacioni, është e shtrirë, është lakuriq, mbyll syt, nuk shikon askënd dhe flet. Më thonë, unë kështu e parafitëroj këtë libër të shkruar nga një vajzë që ka vendosur të mbylli syt, të qëndrojë lakuriq dhe të flasi. Pa doreza, pa akuza, pa dhimbje, pa viktimizim, thjesht me lakuriq. Sepse kjo është ajo që nuk bëjmë dot, sepse nëse ti zhvishesh thua sta turp më pan. Turp nga çfarë? Për çfarë? Unë po të tregoj smundjen. Po të hap kraharonin dhe po të tregoj gjithçka.
Vetëm gjë që bën, ajo është që mbyll syt, sepse mbyllja e syve të krijon një mundësi për të mos u ndjerë e gjykuar. Dhe ajo nuk do të ndihet e gjykuar ndërsa shkruan, po them perceptim personal, nuk e di si është e vërteta e saj. E këtij libri nuk kemi folur, nuk e kam ditur për të, kështu që po fles çfarë mendova unë kur e lexova. Dhe flet si një vajzë që nuk shikon fare se quhet nevojshme kush do e gjykoj dhe kush do e lexoj, po thjesht flet që të shpëtoj. Edhe ka shpëtuar. Unë uroj që dhe fizikisht, mbasi ka bërë të gjitha analizat, mbasi ka kuptuar çdo gjë, ajo të ketë shpëtuar. Por me një kosto të madhe, koston e një traume që merr kur ti smuresh, edhe me një përballje me një realitet të cilin ndoshta s'e ke ditur që ishte kështu. Sepse ne flasim gjithmonë propaganda, gazetarët e propagandës, njerëzit e Ramës, të Berishës, të Metës, Veliajt. Problemi është që njerëz janë. Dhe kur përballen me sëmundjen, edhe ata që flasin mirë apo keq, arrin të kuptojnë realitetin e shërusit, kush është përballë teje. Dhe shërusi ynë është i smur. Këtë duhet ta pranojmë. Mira këtë tregon. Vajti e smur te shërusi, e pa atë të smur dhe u largua, sepse donte të jetonte, dhe gjeti një shërues jashtë sistemit, më pas jashtë vendit fare përsëri, dhe ja doli duke qenë një outsider, duke i bërë gjërat të gjitha përsi jashtëmi, duke mos e prekur sistemin, sepse pati frikë, donte të jetonte. Po njerëz që nuk munden? Jo, nuk mundën shkruajnë libra, se shkruash libër është kjo është e jashtëzakonshme kjo që ka bërë Mira, domethënë e ka kaluar. Ka shkuar në punë se i duheshin para të paguante faturat, sepse çdo gjë kushton. Ka vazhduar punën pa folur fare për veten e saj, fare. Ka qenë ajo kanceri i saj dhe i ftuari përballë dhe ajo nuk ka folur sepse s'ka dashur ta trëm tjetrin, përkundrazi ka dashur ta dëgjoj. Dhe në fund janë dashur parat e muajit për të paguar faturat e shtrenjta të vendimit që kishte marrë për t'i bërë gjitha gjërat në private dhe jashtë. Nuk e di. Realisht ajo që ne themi larg qoftë i bim kësaj, sepse e dim se e vështirë është. Puna është që kur vjen, ti duhet marrësh vendimin tënd. Dhe vendimi i Mirës ishte të bëhej me mjekun, pavarësisht cilin mjek. Vendimi i sistemit tonë shëndetësor është të bëhet me pacientin dhe të bëhet bashk, pa sheret e një shefi me një mjek të mirë cilin e përzë, se na duhen të gjithë në këtë luftë. Nuk kemi luksin të përzëm njëri. Pra as për egon ton, as për parat ton, as për pushtetin ton, se 2 metra është në fund. Besoj kur i mbyll një syt, ose kur vdes të njëri afërt, ose kur keni frikë për veten apo për njëri, e dini çfarë na pret. Atëherë për çfarë janë gjitha këto shere dhe këto tmerre, kur pas nuk do lësh asnjë emër të mirë, përveç ankthit që ke shkaktuar tjerëve. Kështu që ka disa njerëz të cilët marrin përgjegjësinë të drejtojnë, dhe këta janë ministra shëndetësie, siç është në rastin konkret, zonja që flasim, një mjeke, një shkencëtare, një grua me zemër. Unë uroj fort që në mos bëfta asgjë tjetër të bëj këtë, të rregulloj sheret e brendshme, të cilët mbajnë në këmbë njerëz që shkatrojnë karriera të rëndësishme, ose shkaktojnë shere të forta që largojnë pacientët. Sepse ai spital është për të pasur pacient që i shëron, dhe jo për të shëruar ato gjërat e vogla që vëm të gjithë në spital, dhe pastaj për të mëdha themi s'është këtu. Se kjo më ndodhi para ca kohësh. Pash një pavion të jashtëzakonshëm, ku ishte vënë dorë në mënyrë të jashtëzakonshme, ca mjek fantastik, po vetëm një pacient pash aty. Një fëmijë të smur me kancer. E kuptova që fëmijët, nënat, i sjellin aty për diagnostifikim, kur kanë gjërat lehta i lën, po për gjërat vështira ikin. Dhe ato dhoma janë bosh qofshin gjithmonë, sa më pak sëmundje paqen, po nuk është e vërtet që janë pak, dhe nuk është e vërtet që s'kemi të smur, po s'kemi besim te sistemi.
E pra këta mjek kanë mjekuar edhe 97-ën, kanë qenë aty në krye detyrës, janë njerëzit tanë, janë mjekët tanë, kanë bërë gjithçka, janë aty, nuk janë larguar, janë kthyer nga jashtë, janë më të mirë se ç'kanë qenë, kanë mjete shumë më të mira se ç'kanë qenë. Po besimi te ta është jashtëzakonisht i ulët tani që flasim, dhe po flas për besimin, sidomos te smundjet e rënda. Dhe kjo është e rëndë. Dhe kjo i takon njerëzve të cilët drejtojnë të rikthejnë besimin. Unë tek njerëzit që besoj. Dhe më ka pangthi, kur lexova librin e Mirës, ja, realisht kështu jam mbledhur, duke menduar çfarë të merri të vijë një gjë e tillë, të vijë një sfidë e tillë, çfarë të merri. Për njerëzit që ke folur kaq mirë që ke besuar, të thuash, jo, se kisha për vete, kisha për tjerat. Jo, nuk do doja kur që kjo të jetë e vërtet. Ne kemi në dorë, bashkë me Mirën, bashkë me shumë zëra, bashkë me letrën e fundit të Ina Kasimatit, bashkë me zëra vajzash dhe